ku ki pati për shembull publikisht model, për i thot njerëzve, një musliman, nëse e pin gjakin e një krishteri, ai shkon në xhenet. Kjo është rrezik jo për kombin, sa ai po flet shqip, ai për tërë botën është rrezik. Edhe tash për shembull hesht qeveria. E tash na si lëvizje na nuk mundna me hesht, do të thotë si lëvizje. Çfarë keni bërë ju kundrejt tyre? Na s'bojna kurrë kundrejt tyre sepse na jena vazhdimisht të shku, të rrit për thamën, të formu rrethin ton, të civilizu, të modernizu, të qetësu dhe të aktivizu, do thotë shumë pikpamje, se na nuk mundna me dal për shembull paralelisht në njëjtin karakter sikur këta fundamentalistët ose këta ekstremistët e sektit islam për shembull, politikë që janë vetëm për fyrje, për ankesa, për sulme. Na flasim për zhvillim. Çfarë përfaqësoni ju? Cilën lloj doktrine? Qërë, tash për shembull, na jena shumë minjost falemnderues që ka bashkangjit imamit Tim Shkupi, do thotë sepse ai ka qitë do rregulla shumë të shnosha. Ta zam për shembull rregullat e arta janë, na ku të ulbin në tavolinë në katër sy, është e shejtë nëse bisedojnë për shëndetin, është e shejtë nëse bisedojnë për familjen, është e shejtë nëse bisedojnë për financën tonë, edhe është e shejtë nëse ti rush idealin kombëtar. Do thotë këtyre gjana, këtyre rregulla të arta na sfuzojnë me largu, se imam është një kontribus jashtëzakonisht i madh, që ka serviruar gjithçka deri tash prej si të ka ardhur nga Londra për shembull, prej 2013-s.